Bashkia Malësia Madhe i ka akorduar titullin qytetar nderi rapsodit dhe instrumentistit Tom Marvukaj. Ceremonia dorëzimit të titullit u zhvillua para ditën e kësaj të premteje në sallën e Këshillit të Bashkisë, ku titullin ja dorëzoi kryetari i Bashkisë Tonin Marinaj. Një periudhë i ka në fshatin vet shkrelit për edhe gjithë të revesmancizma dhe mala. Njeri shumë i apasionum, njeri që ka hek nga vetja për vjollën tjere, sepse normal që jo krejt të ri, nuk ka se ka pasë dhe të mjera materiale në cilën do kohë që ne mund flasim, qoftë të më përbashme, qoftë të sotme. Për shpirti, gjithmonë i ka përru, për venin e vetë t'japin maksimumi dhe të lënë gjurëm edhe në të ardhën. I të qytetarët zotit Tom Marvukaj me motivacionin për punës dhe për pushimin e tij si një qytetar bashkëkor, si një kontribues në art dhe kulturë martësore e menxer, sidomos në fushën kulturike, duke lartësuar për të herë tregën tonë Malësia Madhe. Egzosh. Vetë Marvukaj u shpreh emocionuar për këtë nderim duke falenderuar institucionin dhe qytetarët. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kjo ditë që mua më ofroi titullin qytetari i Malësisë Madhe. Për e durve, kryetari zotit Tonin Marinaj, e Këshillit Bashkiak, i cili ka mund të kesh të gjithë ati skritarie 50 vjeçare që më pra një mënua në më të mire, dhe formalisht sa herë që kam dalë në skema si komentare, ashtu edhe të men të kam lejë, kam pas shumë emocione. Sa e rrallë, më kanë përshkruar gjitha emocione, duke pas parasysh se këto shoh shumë që kam punuar një jetë me ta shoh poet, shoh artist. Shoh kryetarin e lidhjes shkrimtarë artist e Malësisë Madhe zotin Marvukaj, shoh gjithë ata që kanë kontribuar për me prunë emrin tim me unë në atë peshore e cila vërtet ka anua shumë edhe të gjithë mizanin e kanë përshmet. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni kontribuar për me ardhur në këtë moment. Në ceremoninë e dorëzimit të titullit ishin të pranishëm miq, familjar, intelektual dhe koleg të shumtë të artistit, të cilët shprehen vlerësime të larta për kontributin e tij në kulturë dhe muzikë.